Ndërkaq sa i përket qeverisë qendrore, dita e fundit kur do të mund të mbahet seanca e kuvendit ku unë prezantoj kabinetin e ri qeveritar është 26 tetori. Këto ditë jemi të përqendruar maksimalisht në analizën gjithëpërfshirëse dhe hollësishme të rezultatit të zgjedhjeve lokale. Por, shumë shpejt, qysh në këtë javë, do të fillojmë komunikimin dhe bisedat edhe për qeverinë qendrore. Sepse Kosovës i duhet edhe një mandat i qeverisë sonë, i duhet një mandat i ri i qeverisë sonë, neve na duhet një mandat i ri në përputhje me rezultatin e nënshkurtit së vjet. Por gjithashtu, edhe unë si kryeministër në detyrë kam hyrë në muajin e 7 të vitit të 5 të mandatit të plot 4 vjeçar dhe duhet të kemi një mandat të rregullt i cili padyshim që do të filloj, por sa ne ta nxjerrim në seancë kuvendi përbërjen e re të qeverisë Kurti 3.